dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një zjarr i madh ra në një fermë blegtorie në Patos, ku shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale dhe humbje në bagti. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu një fermë blegtorale në Patos, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Flakët u përhapën me shpejtësi, ndërsa zjarrfikësit e Patosit, me ndihmën e forcave nga Fierja Roskoveci, arritën të vinin nën kontroll pas disa orësh. Sipas shefit të shërbimit zjarrfikës Patos, Alket Halimi, flakët u përhapën me shpejtësi, duke sjellë si domosdoshmëri angazhimin e 7 mjeteve zjarrfikëse. Menjëherë shërbimit zjarrfikëse niset të ngjarjes me 30 mjete. Dhe shkojmë në ngjarje dhe shikojmë që zjarri kishte marrë për masa. Zjarri kishte digeshin balla bari dhe afrohesh drejt stanit të familjes së Sanxhaku. Menjëherë bëmë neutralizimin e varrës së zjarrit, shpëtuam stallën nga bubendarja dhe stallas nga lëndra ushqimore dhe aktualisht po flasim për momentin, po mbajmë në kontroll, po luftojmë për të fikur qendrën bazën ushqimore dhe po bëjmë monitorim që zjarri mos përhapet tek stani. Ku duke parë situatën që ishte shumë e agravuar, kemi kërkuar ndihmë urgjente nga Bashkia e Fqinje, na ka ardhur në ndihmë Bashkia e Roskovecit me një automjet zjarrfikëse dhe me 7 forca, si dhe Bashkia e Fjetës ka ardhur me 2 automjete dhe me 8 forca. Në terren u bën 7 automjete zjarrfikës, të cilët punuan sepse zjarri kishte favorizoi shumë nga era dhe mund të përhapesh në stani dhe mund të merrte edhe fshatin. Për momentin nuk është bërë verifikimi i dëmeve. Bashkia Patos ditën e nesërme do të ngrihet një komision dhe do të bëjë vlerësimin e gjithë të dëmeve që janë shkaktuar nga ky zjarr. Për momentin zjarri është në kontroll, po thjesht po luftohet për të fikur ballat e bajit, por nuk ka rrezik që zjarri të përhapet më. Bilanci paraprak flet për mbi 10 krerë bagti të djegura, shkatrimin e stallës, makinerive bujqësore dhe sasive të mëdha të ushqimit për bagtit. Dëmet llogariten rreth 7 milion lek. Qeveria miraton ngritjen e Institutit Kombëtar Onkologjik. Ndryshon edhe mosha për check-upin. Çdo qytetar mbi 35 vjeç do të mund të kryej kontrolle mjekësore. Ministri e Shëndetësisë Evi Salla deklaroi pas mbledhjes së qeverisë se është miratuar ngritja e Institutit Kombëtar Onkologjik për herë të parë. Sipas ministres, instituti i ri do të ketë një buxhet të dedikuar jo vetëm për funksionimin e tij, por edhe për kërkimin shkencor, ndërsa do të aplikojë edhe për fonde ndërkombëtare për barna dhe teknologji të avancuara. Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universiteti Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kjo fushë e fundi kërkimore shkencore sjell dyrisi në vetvete. Brenda kësaj fushe do të ngrihet njësia e studimeve klinike, ajo që quhet gjithmonë Clinical Trials Unit në çdo vend të botës, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse mundson që pacientët shqiptar të bëhen pjesë e studimeve klinike ndërkombëtare. Pra, akses në barna inovatore, në studime inovatore. Ministria njoftoi gjithashtu ndryshime në programin e check-upit, duke hequr kufirin maksimal të moshës për përfitimin e këtij shërbimi. Sipas saj, çdo qytetar mbi moshën 35 vjeç do të mund të kryejë kontrollet parandaluese. Ministria e cilësoi këtë një hap të rëndësishëm për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve. Ajo bëri të ditur gjithashtu se shërbimet e check-upit dhe dializës do të mbahen nën kontroll dhe do të ofrohen nga vetë shteti. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit.
një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Miratohet projekt akti për zhvillimin e kantierit të Pashalimanit. Finkantieri do të prodhojë anije deri në 82 metra. Ministri Nufi flet edhe për misionin në Gaza dhe marrëveshjen FMF. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi në komunikimin me mediat foli për miratimin e projektaktit për mbylljen e kantierit të vjetër të Pashalimanit, duke i hapur rrugë vënies së tij në dispozicion të shoqërisë italiane Fincantieri në kuadër të një sipërmarrjeje të përbashkët me shoqërinë Kajo. Sipas ministrit, në këtë kantier pritet të prodhohen anije me gjatësi deri në 82 metra, duke synuar rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike të industrisë detare në Shqipëri. Ky akt i hap rrugën zhvillimit të atij kantieri detar që ka prodhuar tashmë anije në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e një bashkëpunimi tregtar të jashtëzakonshëm me shoqëri më të madhe në më të mëdha në botë për prodhimin e anijeve që shoqëria Fincantieri bashkë me shoqërinë Kajo në këtë bashkim të ri para atosh për këtë JV të re të prodhohen anije deri në 82 metra, që është një hap i jashtëzakonshëm sa i përket vetëm kapaciteteve prodhuese, por edhe kapaciteteve teknologjike në Republikën e Shqipërisë. Ai ka të shndrohet i tërë dhe do të adaptohet për prodhimin e anijeve në të këtyre përmasave. Është një vlerë shtuar për jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për prodhimin teknologjik dhe për vendet e punës edhe për know-how që vjen në Republikën e Shqipërisë. Ministri foli gjithashtu edhe për angazhimin e Shqipërisë në misionin në Gaza, duke bërë të ditur se përfaqësimi fillestar do të përbëhet nga 4 oficer shtabi. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërë ditur edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do dislokohen. I pyetur nga gazetarët për marrëveshjen FMF mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nufi sqaroi se programi i financimit ushtarak amerikan nuk është një mekanizëm i krijuar këtë vit, por një instrument me histori të gjatë në marrëdhëniet dypalshe. Sipas tij, përpara marrëveshjes së fundit, Shqipëria kishte përfituar rreth $196 milion në kuadër të programit FMF, ndërsa marrëveshja e re me vlerë $302 milion lidhet me sigurimin e pajisjeve, sistemeve dhe teknologjive të reja për forcat armatosura. Ai foli edhe për situatën e zjarreve në vend dhe shpërblimin e miratuar për zjarrfiksit. Programi FMF nuk është vetëm çështje financimi, është edhe çështje transferimi teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si miratojë Kongresi në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë paratë të financojnë. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një aleat i besueshëm, është një aleat i qëndrueshëm, është një aleat i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht, qëndrojmë të bindur në vlerat e parimet që ne bashkë ndajmë. Sot është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfikësat që janë pranë tyre dhe gjithashtu kanë miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcat armatosur në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Publikohet lista me mbi 13.000 viktima të luftës në Kosovë. Vijojnë kërkimet për të zhdukurit. Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka publikuar listën preliminare me emrat e 13.227 personave të vrarë, të zhdukur dhe të vdekur si pasojë e luftës. Lista përfshin viktimat që kanë lindur, kanë jetuar ose kanë pasur vend banim në territorin e Kosovës gjatë periudhës së luftës, si dhe personat që kanë humbur jetën nga plagë të marra në rrethana të lidhura drejt për drejt me konfliktin. Sipas të dhënave të institutit, për periudhën nga 1 janari 1998 deri më 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Në mesin e tyre 1047 janë fëmijë të vrarë, 94 kanë humbur jetën si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa për 100 fëmijë ende nuk dihet fati dhe vendodhja. Raporti përmban gjithashtu listën preliminare të viktimave në periudhën e pas luftës nga 21 qershori 1999 deri më 31 dhjetor 2000, ku rezultojnë 997 persona të vrarë.
Drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës, Ade Hetemi, deklaroi se lista do të përditësohet në vazhdimsi në varësi të procesit të dokumentimit të krimeve. Fushveprimi i këtij raporti ose i kësaj liste është i kufizuar vetëm në 3 kategori. Do të thotë në këtë listë ose në këtë raport ne paraqesim informatat për numrin dhe detajet e personave të vrarë, personave të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës. Do të thotë përfshirja vetëm e këtyre 3 kategorive nuk nënkupton se ato përbëjnë tërësinë e viktimave të luftës në Kosovë, por kategoritë e tjera do të trajtohen në faza tjera të veçanta të dokumentimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje për shtim të presionit ndaj Serbisë për hapjen e arkivave, të cilat sipas tij do të ndihmonin në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë. Qeveria e Republikës Kosovës e vlerëson këtë punë. Instituti është themeluar pikërisht mbi këtë bazë, jo për të zëvendësuar atë që të tjerët kanë bërë ndër vite, por për të verifikuar dhe institucionalizuar atë. Andaj e përsërisim thirrjen ndaj faktorëve ndërkombëtar të shtojnë trysni ndaj Serbisë që mes tjerash të ndryshohet vendimi për klasifikim 30 vjeçar deri në vitin 2044 dhe të hapet arkiva e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë. Ndërkohë në Kalludër të Zubin Patokut ka vijuar për të dytën ditë radhazi gërmimi në një zonë të dyshuar si varrezë masive. Autoritetet kanë konfirmuar gjetjen e mbetjeve mortore njerëzore, ndërsa dyshohet se ato mund të përkasin grupit prej 23 intelektualësh të Mitrovicës të zhdukur në prill të vitit 1999. Për këtë rast, autoritetet kanë arrestuar më herët 2 persona të dyshuar për përfshirje në krimet e luftës. 3 zjarfikës humbin jetën gjatë betejës me zjarret në Greqi. Nis evakuimi i turistëve. 3 zjarfikës kanë humbur jetën në Greqi gjatë përpjekjeve për të vënë në kontroll zjarret masive që kanë përfshirë këtë vend. 2 prej viktimave ishin pjesë të forcave zjarfikse në Kret të moshave 25 dhe 58 vjeç. Ata humbën jetën gjatë operacionit për shuarjen e flakëve në një zonë të izoluar, pasi u rrethuan nga zjarri dhe nuk arritën të shpëtonin. Më vonë policia gjeti automjetin e tyre tërësisht të djegur. 2 kolegë të tjerë mbetën të plagosur rënd, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Viktima e tretë u regjistrua në Peloponez, në zonën e Gjithios. Shefi 30 vjeçar i zyrës rajonale të zjarfikësve në Lakoni ndroi jetën pas një ataku kardiak që sipas autoriteteve u shkaktua nga lodhja dhe sforcimi ekstrem gjatë operacionit për shuarjen e flakëve. Zjarri në këtë zonë ka vijuar prej më shumë se 24 orësh, duke djegur qindra hektar sipërfaqe. Ndërkohë betejë me zjarret vazhdon në disa rajone të Greqisë. Qindra zjarfikës të mbështetur edhe nga vullnetar po punojnë pa ndërprerje për izolimin e vatrave, ndërsa temperaturat pranë 40 gradë Celsius dhe erat e forta po vështirësojnë ndjeshëm operacionet e shuarjes. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.